Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allah në falenderojmë, salamat dhe salavatet qofshin për me të dashrin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Në kohën në të cilën po jetojmë, vlojnë akide të ndryshme, doktrina të ndryshme dhe ideologji të ndryshme. Sot më shumë se kur kemi nevojë të flasim për akiden tonë të pastër, akiden tonë të saktë, që ta shpalosim, ta ngulitim në zemrën tonë, ta ngulitim tek familjet tona dhe tek fëmijët tanë dhe në shoqërinë, mbar shoqërinë në të cilën jetojmë. Është vetëm akidja e pastër, akidja e saktë islame, e cila thret o ju njerëz, në këtë trembullir, këto trembulliera, këto trazira të botës, është vetëm akidja islame e cila thret o ju njerëz, adhurojeni vetëm Zotin. Adhurojeni vetëm Allahun dhe shmanguni idhujve. Është akidja islame, akidja e pastër. Është akidja e mbështetur me argumente dhe dëshmi të qarta. Është akidja e saktë, të cilën Allahu i lartësuar e dërgoi vullin e të gjithë pejgamberëve Muhammedin të birin e Abdullahit sallallahu alaihi wasallam, që ta konsolidoj dhe t'i edukoj një brez që të na përcjellin këtë akide të pastër deri tek ne mas 15 shekujve. Është akidja islame, doktrina e shëndosh, doktrina e pastër, e mbështetur nga argumentet e qarta që vjen në përputhje me natyrshmërinë e njerëzit dhe me mendjen e njerëzit. Është vetëm akidja islame ajo që vjen në përputhje me natyrshmërinë dhe me mendjen njerëzore. Boshti i kësaj akides apo ajka dhe temat më kryesore që duhet ne t'i mësojmë në këtë lëndë, në këtë kurs që do ta trajtojmë inshallah taala në 14 javë të ardhshme, është akidja e saktë, ndikimi i saj tek individët dhe në shoqëri, bazat e imanit apo shtyllat e imanit, dhe do t'i flasim se cilën ligjërat një nga një për shtyllat e islamit, realitetin e imanit apo esencën e imanit dhe gjithashtu aktet apo veprat që e rënojnë imanin. Akidja islame, nëse na vet dikush çka është ajka e akides islame, me na bëu dikush një pyetje, atëherë ne i përgjigjemi se akidja islame, doktrina, lënda e akides është që mi njëjësu Allahun e lartësuar në rububie, në uluhie dhe esma wa sifat. Çka është fjala? Mi njëjësu, i bjen mi veçu Allahun e lartësuar në rububie është në zotrimin e tij, që Allah është krijuesi, që Allah është furnizësi, që Allah është organizatori, që Allah është kujdestari dhe sunduesi i çdo gjëje. Po ashtu mi veçu Allahun e lartësuar në emrat dhe cilësitë e tij të larta. Se sikur se Allahu i lartësuar nuk është asgjë dhe asgjë nuk i ngjason atij. Po ashtu ajka e akides së saktë, ajka e akides së saktë apo përmbledhja e akides së saktë, të cilën ne Allahu i lartësuar na ka nderuar dhe na ka begatuar, është që t'i dorëzohemi dhe t'i nënshtrohemi dhe të bindemi Zotit të gjitha botëve. Po ashtu që Allahu i lartësuar të jetë në zemrat tona më i madh se çdo gjë tjetër. Të jetë më i madh në zemrat tona se çdo gjë tjetër. Që ta dojmë më së shumti Allahun, t'ja kemi frikën më së shumti Allahut dhe ta shpresojmë më së shumti Allahun e lartësuar. Po ashtu nga akidja, kur të na pyet dikush se çka është akidja e muslimanit, i tregojmë që akidja e muslimanit është zemër e pastër nga idhujtaria, nga ndërsit apo papastërtit e shirkut të madh apo shirkut të vogël. Zemra e besimtarit me akiden e saktë të muslimanit është që e beson ghaibin, të fshehtën. Po ashtu e pason pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe është i bindur në vërtetësinë e profecisë së tij. Po ashtu i beson me lajket fisnik, i beson librat e shpallur, Kur'anin edhe librat e mëparshëm. Po ashtu i beson pejgamberët që kanë qenë të dërguar tek umetet e kaluara. Po ashtu e beson ditën e gjykimit, e beson dhënien e llogarisë, shpërblimin apo ndëshkimin, jetën e barzahut në varr, ringjalljen, pastaj ditën e gjykimit, xhenet apo xhehenem, Allahu na ruaj. Po ashtu e beson besimtari në akiden e tij të saktë, kaderin, parasaktimin e Allahut, diturinë e Allahut, shkrimin e tij të gjërave, vullnetin e tij dhe dëshirën e tij, se çfarë Allahu don bëhet dhe çfarë Allahu nuk don nuk bëhet. Dhe pastaj e beson krijimtarinë e Allahut të lartësuar, se Allahu khaliku kulli shay, ka krijuar çdo gjë, ka krijuar krijesat dhe veprat e tyre. Se Allahu i lartësuar i udhëzon njerëzit me bujarinë dhe mirësinë e tij. Se Allahu i lartësuar i lën në devijim me urtësinë e tij. Urtësia e tij është absolute. Atij i takon gjykimi, atij i takon edhe krijimi. E beson besimtari se Allahu i lartësuar
është i lartë dhe i lartësuar mbi gjitha krijesat e tij. Është Allahu i lartësuar me qenin e tij mbi arsh. Alel arsh istawa, Allahu i lartësuar është ngritur mbi arsh. Po ashtu Allahu besimtari me akiden e tij të saktë është i bindur dhe i beson të gjitha sifatet e Allahut të lartësuar. Dhe se Allahu i lartësuar asgjë për krijesave të tij nuk i ngjason Allahut. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Asgjë nuk i ngjason Allahut të lartësuar dhe Allahu është gjithë dëgjuesi dhe gjithë shikuesi. Allahu don, Allahu urren, Allahu është i kënaqur dhe Allahu zemrohet. Këto janë disa prej sifateve të Allahut të lartësuar. Nga akidja e besimtarit, nga akidja përmbledhja e akides së saktë të besimtarit është që besimtari e pason pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nga se kështu e din që kështu e fiton dashurinë e Allahut të lartësuar dhe e pason vetëm sunetin e saktë dhe nuk e pretendon dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në manifestimin e bidateve. Po ashtu, nga akidja e saktë e besimtarit është që i don sahabët. I don sahabët, nuk i ngrit më shumë se sa Allahu i lartësuar i ka ngrit, po as nuk i nënçmon dhe nuk i ul më shumë se sa ata e meritojnë. Po i don dhe i pason dhe i merr ata për shembulltyr në jetën e tij dhe në adhurimet e tij. Po ashtu, nga akidja e saktë e besimtarit reflekton te besimtari që ta doj umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk e ngrit as armën ndaj umetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por ndjen dëmshmëri. Është i mëshirshëm ndaj umetit dhe bën dua dhe lutet për umetin që Allahu i lartësuar t'i përmirësojë shoqërinë e muslimanëve dhe t'i forcon ata. Po ashtu, nga akidja e saktë është që e madhron besimtari shpalljen e Allahut. E madhron shpalljen që është Kurani dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu është i bindur dhe e din që shpallja është ajo që pasohet nga mendja. Pra mendja është në përputhje me shpalljen dhe mendja pason shpalljen dhe nuk i jep përparësi mendjes para shpalljes. Edhe nëse ndonjëherë nuk ja kap mendja e tij ato çfarë Allahu i lartësuar i shpjegon në shpalljen e tij, por e din se mendja e tij duhet të jetë pasuese e shpalljes. Me një fjalë, këto janë tematikat të cilat do t'i trajtojmë me lejen e Allahut në këtë kurs në javët në vijim. Me fjalë tjera, ky është misioni i të gjithë pejgamberëve të cilët i kanë thirrë popujt e tyre. Më së shumti kanë luftuar për këtë çështje dhe më së shumti e kanë sqaruar këtë çështje dhe kjo është ajo të cilën Allahu i lartësuar ka përgjigjur në librin e tij duke thënë: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Në çdo ummet kemi dërguar profet. Në çdo ummet kemi dërguar të dërguar me një mision. Adhuroni vetëm Allahun dhe shmanguni, largojuni nga adhurimi i idhujve. Me fjalë tjera, besimtari para se t'i përmirësoj, para se të kujdeset për përmirësimin e adhurimeve të veprave, sikurse namazi, agjërimi, haxhi kështu me radhë, duhet të synoj dhe të insistoj ta përmirësoj zemrën e tij, ta përmirësoj bindjet e tij, ta përmirësoj besimin e tij, nga se kur e përmirëson zemrën e tij dhe i përmirëson bindjet e tij, atëherë edhe veprat e pasojnë besimin, Dhe kjo është ajo me të cilën arrihet zgjerimi i gjoksit, arrihet lumturia në këtë botë para botës tjetër dhe shijohet imani. Dhe shijohet imani nga se imani ka ëmbëlsi e shijohet përmes lëndës së akides dhe veprave të mira. Mirë, nëse kjo është rezumeja apo ai ka akides, cilat janë ato gjurmë të cilat kjo lëndë, kjo shkencë, kjo dije i lë tek individi, tek ne si besimtar. Çka përfitojmë ne kur ta mësojmë akiden? Çka përfitojmë ne kur ne e jetësojmë dhe realizojmë akiden? Së pari, kur ne e mësojmë akiden, e njohim Zotin ton. Edhe ky është ai roli dhe misioni për të cilën Allahu i lartësuar na ka krijuar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Njerëzit dhe gjinet i kom kriju vetëm për një arsye, që të më adhurojnë mua. E nuk ki mundësi mi adhuru Allahun e lartësuar para se mi njoft. Duhesh mi njoft, pastaj mi adhuru. Kur ti e mëson akiden, në zemrën tonë kimi njësu Allahun e lartësuar në rububien e tij, në zotrimin e tij. Sa ai është i vetmi krijues, sa ai është i vetmi furnizues, sa ai është sundimtari i vetëm, kujdestari i vetëm. Kimi njësu Allahun e lartësuar në uluhien e tij. Çka është uluhia? Në veprat tona, adhurimet tona mi ia kushtu vetëm Allahut të lartësuar, namazin, zakatin, agjërimin, haxhin, zotimet, betimet, prerjen e qurbanit dhe të gjitha adhurimet tjera. Kur ti je i bindur dhe e mëson lëndën e akides, të gjitha adhurimet tuaja ja kushton vetëm Allahut të lartësuar. Po ashtu, kur zë vend në zemrën tënde, njohja Allahut të lartësuar dhe zë vend mësimi me themel i akides së pastër dhe të saktë të muslimanit, ti do të jesh shumë komod.
do të jesh shumë rahat dhe shumë krenar që i takon kësaj feje. Dhe kimi rujt këtë begati me gjën më të çmueshme që e ke. Dhe kimi rujt dhe nuk kimi vendos në rrezik, nga se e din që shpëtimin dhe arritjen e fitores së xhenetit, respektivisht shpëtimin nga zjarri i xhehenemit, varet nga akidja. Kur ti e mëson këtë land, gjurmët e kësaj akide të pastër të muslimanit kanë me ta ngrit imanin, nga se ti nuk ndodh me dal për shtëpisë tënde apo të vështrosh në kozmos vetëm se kimi pas që çdo gjë në kozmos për krijesave të Allahut të lartësuar dëshmon për njëshmërinë e Allahut të lartësuar. Kur ti e njeh Zotin ton, kimi dasht. Kur ti e njeh Zotin ton, do të jetë më i dashurit. Do të jetë që ai më së shumti që ja ki frikën, do të jetë ai që më së shumti shpreson. Kur ti e njeh Allahun e lartësuar përmes lëndës së akides, kur ti e njeh Allahun e lartësuar përmes lëndës së akides, jeta jote ka më marrë kuptim. Se e din maslina cili është synimi për të cilin Allahu i lartësuar të ka sjellë në këtë botë. Ka më marrë jeta jote kuptim. Pastaj kur ti fillon me adhuru Allahun e lartësuar dhe e njeh Allahun e lartësuar përmes emrave të tij, dhe i njeh kategoritë e tauhidit, dhe i njeh shtyllat e imanit dhe argumentet e tyre, atëherë zemra jote do të jetë zemër e shëndosh. Dhe vetëm kështu arrijim me dalë tek Allahu i lartësuar shpëtimtar. Nga sa Allahu i lartësuar thotë: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim." Në ditën e gjykimit nuk do të bën dobi as pasuria as fëmia. Njeriu më së shumti e lyp krenarinë e tij tek pasunia edhe tek pasardhësit e tij. E Allahu i lartësuar po t'i mohon këto dy gjëra, që në ditën e gjykimit këto çështje mos i llogarit, se këto nuk kanë me kry dobi. S'ka me të kry punë tek Allahu i lartësuar. Kush ka me të kry punë? Ka me të kry ai që i vjen Allahut të lartësuar me zemër të pastër. E cila është ajo zemër e pastër? Është ajo e cila është e instaluar në to akidja e pastër e muslimanit. Akidja e saktë, akidja të cilën e ka pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe me të cilën i ka edukuar sahabët. E atë akide të cilën na kanë përcjell sahabët, tabiinët e deri tek ne që kanë vrit e pastër dhe e ruajtur, ashtu siç Allahu i lartësuar ka garantuar për rujtjen e saj. Pastaj kur besimtari e ka akiden e pastër, edhe për ftërimet e tij, për jetën, për vdekjen, për ringjalljen, për xhenetin, për xhehenemin, për armikun, për shokin, për të dashurin, për evlian, për të gjitha çështjet e jetës marrin kuptim. Dhe e marrin vendin e duhur të cilën Allahu i lartësuar ja ka vendosur në hartën e ahiretit dhe në hartën e dunjas. Nuk i rrit gjërat jashtëmase, mirë po e kupton në akide se çka është gjëja më e vlefshme tek Allahu i lartësuar. Po ashtu, kur besimtari e mëson akiden dhe realizon akiden, ai e din ku më mbështet dhe din ku më kërkon ndihmë. Nuk shkon me kërkon ndihmë tek filan pema, tek filan varri, tek filan guri, mirë po mbështetet tek Allahu i lartësuar, i cili është i gjallë përgjithmonë dhe nuk vdes kurrë. Dhe vetëm tek ai shpreson. Dhe nuk i friksohet as kujt tjetër përveç Allahut të lartësuar. Nuk i friksohet as magjistarëve, as xhinëve, as krijesave të ndryshme, as prallagjive, as filozofave. Nuk i trembet çerpiku, për vetëm se për Allahut të lartësuar. Pastaj ai që mëson akiden e pastër dhe e njeh Allahun e lartësuar me emrat e tij, e din që Allah është Ar-Razzaq, gjithë furnizuesi. Nuk e bën dert furnizimin, merret me sebepet, ne e din se Allahu i lartësuar është ai që e furnizon. Dhe nuk i friksohet varfris. Innama dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliyah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah thot, shejtani është ai që ju frikson, i frikson evliat, i frikson nga varfria. Allah i lartësuar thot, mos ju friksoni atij, friksoni mua nëse jeni musliman, nëse jeni besimtar. Pastaj besimtari nga reflektimet dhe gjurmët që e lën akidja në jetën e tij, është se është i bindur se ajo çfarë ka godit s'ka mujt me pështu për saj. Dhe ajo çfarë ka shpëtu për saj, nuk ka pas ndryshe vetëm se me shpëtu për saj. Ajo çfarë Allah i lartësuar ka caktu, është bo, dhe çfarë Allah i lartësuar nuk ka caktu, nuk bëhet dhe nuk u bo. Pastaj besimtari me akide e arrin lirinë e tij të plotë. Sot në kohën tonë bashkëkohore, që më së shumti trumpentohet liria e shprehjes, liria e veprimeve, liria kështu me radhë. Besimtari është vetëm ai i lirë, nga se të gjithë janë rob të epsheve të tyre, të shejtanit, e të çdo gjëje tjetër, të bestytnive,
e idhujve të tjerë, qofshin ata fizik apo kuptimor, ndërsa vetëm besimtari me akide të pastër është i lirë se adhuron vetëm Allahun e lartësuar dhe krejt jetën, dhe krejt vdekjen, dhe të gjitha adhurimet e tij ja kushton vetëm Allahut të lartësuar dhe është i lirë nga çdo gjë tjetër vetëm rob ndaj Allahut të lartësuar. Thot Allah: "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Thuaj, namazim, adhurimet e mia, jeta dhe vdekja janë vetëm për Zotin e të gjitha botëve, la sharika la, i cili nuk ka shok, i cili është i partak. Wa bidhalika umirt wa ana awwalul muslimin, dhe me këta jam urdhëruar dhe unë jam i pari prej muslimanëve. Ai që është kap për akiden e tij, të saktë dhe të pastër, ai është më së afërti mirësisë dhe më së largëti gjunaheve dhe të këqijave. Thot Allah: "Kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin." Me një kirajet tjetër, mukhlisin. Thot Allah i lartësuar për Jusufin, në ngjarjen e Jusufit, thot: "Kështu ne ja shmangim të këqijat robërve tanë dhe ato gjërat e turshme. Ata ishin prej robërve tanë të sinqert apo robërve tanë të shpëtuar, të ruajtur." Kur ti je rob i Allahut të lartësuar dhe e ki instaluar në zemrën tënde dhe i ka shtri rrojtë e saj akidja në zemrën tënde dhe dëshmohet në veprat tuaja, pasi që e ke njoft Allahun me emrat e tij dhe cilësitë e tij të larta, i ke njoft shtyllat e Islamit me argumentet e tyre, këto domosdo kanë me reflektuar në jetën tonë. Kemi dashur hajrin dhe kemi bëu vepra të mira dhe kemi qëndruar larg veprave të këqija dhe veprave imorale të turshme. Vllazën, akidja e selefit, akidja e të parëve tanë të mirë, që na kanë përcjell në formë të ruajtur, nuk është filozofi dhe teori. Përkundrazi, është praktik. Akidja, kur zë vend në zemër, domosdo, me patjetër ka me reflektu në vepra. Qysh ka me reflektu në vepra? Ka me reflektu në vepra, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Inna fil jasadi mudgha." Në trupin e njeriut është një copë mishi, është një organ. Idha saluha, saluha al-amalu kullu, wa idha fasada, fasada al-amalu kullu, ala wa hiya al-qalb. Nëse çaja copë mishi, që ky organ ndrejqet dhe përmirësohet, kanë më përmirësuar këtë veprat. Po nëse që kjo zemër prishet, ka më prish këtë trupi, ajo është zemra. E qysh me fillu me përmirësu zemrën nëse s'fillojmë me akide? A me fillu me kaptinën e abdesit, apo me kaptinën e njohjes së Allahut? Zemra është brenda në trup, nuk i qysh e lanë me ujë. Zemrën e pastron duke e njoft Allahun e lartësuar, duke lexuar fjalën e tij, duke i njoft pejgamberin e tij, duke i njoft shtyllat e Islamit dhe detyrimet që i kena në ndaj Allahut e lartësuar. Kështu e përmirësojmë zemrën tonë. Pastaj, vllazën, këtë akide të cilën na kanë përcjell selefi jon, të parët tonë të mirë, nuk ka qenë veçtori, ka qenë praktik. Ata kanë qenë njerëzit më insistues që më ozu të tjerët. Kanë qenë më të mëshirshëm ndaj krijesave. Nuk kanë qenë tiran që e kanë marrë shkopin dhe i kanë godit krijesat e tyre me ajete e me hadithe. Përkundrazi, kanë insistuar, madje e kanë lënë Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për mi përcjell shpallin e tij. Dhe ajo shpallje ka rri deri në viset tona. E ne duhet ta pyesim, sa po bojmë na, çmos, sa po sakrifikojmë që ti udhëzojmë të tjerën. Ti mësojmë të tjerëve akiden, ku në qytetin tonë fatkeqësisht janë të përhapura besnetnit më të mëdha. Madje qysh në fillimin e shkollës. Tek fëmijët përhapen besnetnit, pastaj në mahall, pastaj në shoqëri e kështu me radhë. Sa i na ka bojmë na që mi përmirësu këtë shoqëri. Ndërkohë që sahabët, tabiinët na kanë treguar dhe praktikisht se çu duhet të përmirësohet shoqëria. Na kanë treguar praktikisht dhe kjo kur pyesim, a ka dikush që ka zbatuar akiden në praktik? S'ka nevojë me shku shumë larg. Është shoqëria e Medinës. Është shoqëria e Medinës e cila ka jetuar në kohën e dy perandorive të mëdha, perandorisë romake dhe perandorisë perse. Megjithatë, kanë qenë krenar me islamin e tyre, me akiden e tyre, me doktrinën e tyre dhe nuk kanë lakmu që përngjasojnë popujve idhujtar apo ehlul kitabit. Përkundrazi, janë shku dhe ja kanë përcjell mesazhin e akides deri në vendet e tyre. Dhe kanë sakrifikuar me mishë me shpirt që vetëm e vetëm t'i udhëzojnë edhe ata, apo t'i largojnë pengesat mes tyre dhe udhëzimit të pasardhësve të tyre. Është akidja ajo e cila vllazën e përmirëson shoqërinë. Është akidja ajo të cilën duhet fillojmë dhe ta mbarojmë jetën tonë. Është akidja e saktë e cila na garanton përmirësimin e shoqënisë. Është kjo akide që sahabët nuk ju kanë trem armikut
Kur ata ju kanë thonë që jeni mbledh ndaj jush armisht mi u hek prej faqes e dheut, çfarë kanë thonë? Allahu i lartësuar i ka përmend. Alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jam'u lakum. Kur kanë thonë njerëzit janë mbledh ushtri të tëra që t'ju hekin qafe. Fakhshawhum, friksojuni, tot juni atyne. Fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ju ka rrit imani, kur ju ka thonë dikush janë mbledh ushtri të tëra, mi u hek qafe, ju ka shtu imani. Dhe çfarë kanë thonë? Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Kush e thot këtë fjalë? Na mjafton Allahu sa ndihmës dhe mbrojtës i mirë që është ai. Është ai që njeh Allahun e lartësuar. E din që çdo gjë lëviz me lejen e Allahut dhe nuk ka ndryshim të gjendjes përveç se me lejen e Allahut. Këta janë ata të cilët lidhen me Allahun dhe nuk lidhen me krijesat. Fanqalabu bi ni'matin min Allahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwan Allah wallahu dhu fadlin 'azim. Ata janë kthy. Kjo ka zbrit mas betejës së Uhudit më njëherë në ditën e nesërme kur kanë dalë sahabët jashtë Medinës mi prit idhujtarët. Dhe janë kthy pa luftu, i ka kursyer Allahu i lartësuar pi luftës, janë kthy me begati dhe me mirësi që ju kanë bindë Allah dhe të dërguarit e tij, dhe nuk i ka godit të keqja dhe e kanë fituar kënaqësinë e Allahut. Allahu është i gjerë në mirësinë e tij. Pastaj, nëse ne mësojmë akiden, është rruga më e shkurtër që mi arrit sigurinë në vendin tonë dhe në familjet tona dhe në vetët tona. Nëse Allah thot alladhina amanu wa lam yalbasu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ata të cilët kanë besuar dhe nuk e kanë përly imanin e tyre bi dhulm. Çka është dhulmi këtu? Është idhujtaria, është shirku. Sa i dim ne llojet e shirkut, shirku i madh, shirku i vogël. Kur bëhet shirku i vogël, shirku i madh? Është i përhapur në mesin tonë shirku i vogël. Wallahi shumë. Madje nuk ndodh në 7 dita vetëm se e dëgjon dikon tu bëtu në dikon tjetër përveç Allahut. Madje ndodh me shku te frizeri, pranë teje është dikush duke bo idhujtari, duke bo shirk, në 7 vogël apo të madh. Sa na e kemi guximin me ndërhyjmë i thon. O vlla, kujdes çfarë po thu se ndoshta je duke dal pe feje komplet, apo je duke bën një gjuna jashtëzakonisht madh, më i madh se sa me pi alkool, më i madh se sa me vrap dikon. Allah i lartësuar kështu na ka mësu, dhe kështu na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj vetëm me kur e ruajmë imanin ton, kemi më arrit ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, aty ju takon siguria dhe ata janë të udhëzuarit. Pastaj nga mësimi i akides, ne si shoqni bëhemi më kompakt. E ndihmojmë njëri tjetrin më shumë. Se e dim se ajo, kjo, nëse çka që vlefshme është akidja, e ndihmojmë njëri tjetrin për këtë akide. I dalim në ndihmë. E lutsim Allahun për njëri tjetrin. Kujdesemi. E shikojmë ç'është është gjendja besimtarëve. Kështu ka qenë shoqënia e Medinës. Kështu ka qenë gjendja muhaxhirëve dhe ansarëve. Sikurse një trup i vetëm. Ç'u bo kjo? Kjo apo përmes akides. Të vendit së besimit në zemrat e tyre. Pastaj na përmes akides vazhdim e arrijm bizotrimin dhe sundimin në tokë. Dhe Allah thot: "Wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin." Ka marrë fund. E kemi vendos për robët tonë. Innahum lahumul mansurun. Ata do të jenë fitimtarët, ata do të jenë triumfuesit dhe sundimtarët. Sa më shumë që kthehem ne tek Allahu dhe e kthejmë akiden në veten tonë së pari, në familjet tona, në shoqëninë, në xhamitë tona, në xhamatin tonë, aq më shpejt do të na vjen fitoria prej Allahut të lartësuar. Nëse kaq e rëndësishme qenë ka akida, qysh nëse muj me bëu pyetje, qysh mirujt na këtë mirësi? E para se gjithash, këto ligjërata dhe ky kurs ka ardhur në frymën e këtij vizioni. Pra, që ta mësojmë një herë rëndësinë e akides, ta mësojmë në veten tonë dhe pastaj gjithë secili prej nesh ta marrim detyrë t'ia mësojmë një personi tjetër. Dhe kështu, me përmirësimin e individave e përmirësojmë shoqëninë. Se ndryshe nuk përmirësohet shoqënia, vetëm se duke përmirësuar mas pari veten tonë. Allah i lartësuar thot: "Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ta ndryshojnë gjendjen e tyre. "Ya'lamillahu fi qulubikum khayra yu'tikum khayra." Nëse Allah është mirësinë e zemrave të juaja, do t'i jep edhe më shumë khajr. Allahu Ghafurur Rahim. Allah është falës dhe është mëshirues i madh. Allah është mirënjohës i më i mirë. Është shakur, është shakir, është vlerësues. Ta vlerëson mundin tonë. Wallahi, gjendja juaj në këtë ligjërat, në këtë ders. Dhe pastaj me shku me brengë që më mësoi dikujt tjetër, Allah ta vlerëson. Ç'është problem? Dhe Allah është më bujari, nuk mund të shtymë me Allahun e lartësuar sa ç'është problem. Dhe sa ti ngrit gradat në këtë botë dhe në botën tjetër. Duhet më shumë të japim zor. Më shumë përpiqemi që ta mësojmë mas pari vet, pastaj të mësojmë tjerët.
Porosia ime e parë në këtë fillim të kursit është që ta kuptojmë nevojën e madhe që kena për mësimin e lëndës akides. Sot më shumë se kur. Nëse përpara është hudh një dyshim përmes një libri, e ai libër është botuar me një kopje të numër të caktuar të librave dhe nuk është përhap jashtë atij vendi, në kohën e sotit një dyshim bëhet një video virale TikTok, rrjete sociale të tjera dhe amrin lindjen e largët apo perëndimin e largët. Përhapet si flaka, me të madhe. Dhe këta telefona fatkeqësisht janë në duart e fëmijëve tanë, janë në duart e të rinjve tanë, dhe hinë këto dyshime në zemrat e tyre madje pa ndje fare. Fillojnë me mendu keq për Allahun, jo më pakta. Fillojnë me hi bestytnjell të lloj-llojshme, fillojnë me lyp fat e mirësi përmes sebepeve të cilat Allahu i lartësuar nuk i ka lehtësuar, e lloj-lloj dyshimeve. Pra, në kohën në të cilën sot jetojmë, kena më së shumti nevojë që ta ruajmë akiden tonë dhe ta përhapim mësimet e saj. E dyta është që ta kemi vetdijen se akidja jonë është gjëja më e vlefshme që e kemi. Imanin, të cilën Allahu i lartësuar na ka dhënë, është gjëja më e çmueshme, më e vlefshme që e kemi. Sikur ne joni pinesh, ta kishim një diamant me vlerë marramendse, miliardësh apo miliard. A kishim milion me në vende ku kishim me shumë me na grabit tjerë, me na vjet? Jo, wallahi, nështë ta kishim shtim me ark, e me ark tjetër në Persanuika, e me 10 qelsa vetëm i rujt ato. Apo kishim qu me në vend ku depozitohet dhe ruhet me siguri të lartë, me 10 alarma. Kjo për shka? Për një pasuni. Që po mos mu, ka njëherë ajo pasuni screen pun. Screen pun, të mjeko. S'kom shka bëj, kaq, bona mjekësia, thot. Tash, në zartë besimtari mjek, thot, Allah është shërusi. Nuk krym pun dhe vi. Nuk krym pun, në çështjet më të vogla. Për atë pasuni na kishim mirujt, na shta më konë edhe ma vogël, me mishe me shpirt. Akidja është gjëja, imanin është e ki gjën më të vlefshme që e ki. Në këtë moment, kër e kupton kështu, dhe kër e trajton kështu imanin tonë, atëherë nuk kimi vendos në vende ku të rrezikohet imani. Atëherë nuk kimi lexu në për forume, kur përhapen, apo në grupe, apo në për komente, ku fyet feja, ku hidhen dyshime. Nëse ki mundësi me najt larg, ku përhapet dhe shahet feja, atëherë qëndro larg. Mbylli rrjetet sociale, dhe nëse duhet mbylli. Nga sa Allahu i lartësuar thot, "Warrujza fahjur", ndërsit, idhujtarin, shmange, braktise, i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në urdhat e para kur ka zbrit shpallja. Dhe thot pejgamberi, "Wal muhajir man hajara ma naha Allahu an." Muhajir, migrues është ai i cili migron prej gjunaheve të Allahut, prej ndalesave të Allahut të lartësuar. Pastaj Allah thot, "Wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum." Nëse i sheh ata të cilët po tallen me shenjat tona, po i në përkëmbin shpalljet tona, shmangu për tërë, praktisi. E qysh mi shmang? Në emisionet televizive tona, në rrjetet sociale, ku fyet feja jonë, mbylli ato emisione. Mos t'i përcjell, mos t'u i hajt ta dëgjoj çfarë po thot. Se zemra është tërheqëse. Ose nëse duhet mingu, atëherë dëgjoj këshillën e Ibn Qayyimit i cili thot, "Bane zemrën pasqyre e mos e bës fëngjer." Qysh pasqyre? E lëmojshme. Nëse vjen një dyshim, kalon pa e godit zemrën. E jo sfëngjer, që po me kalu pak ujë, e thith ata dhe s'ka kush që nxjerr. S'ka kush nxjerr më pe zemrës. Prandaj kujdes qëndro larg dyshimeve që hidhen rreth fejes. Qofshin ato çfarë lloj do dyshimi. Qëndro larg derisa ta forcosh fejen tënde, ta forcosh njohjen e Allahut përmes emrave të tij dhe cilësive të tij të larta në zemrën tonë. Pastaj duhet të pas kujdes vëllazën që Ibrahimi alayhis salam e ka lutur Allahun e lartësuar, dhe kush ka qenë Ibrahimi? Khalilullah, imami i të gjithë pejgamberëve, i monoteistëve. Thot, "Wajnubani wa rum", rujem mu dhe fëmijët e mi, pas arasit e mi, nga adhurimi i idhujve. Rujem mu. Ka thonë njëri prej tabinëve, Ibrahim et-Tejmi, thot, "E kush është i sigurt? Kush mundet mund i sigurt prej provës në iman mas Ibrahimit alayhis salam?" Nëse Ibrahimi ka thonë, "O Allah, rujem mu nga idhujtaria, rujem mu nga shirku, ruaj mu imanin dhe fëmijëve të." Ibrahimi që ka ndërtuar çavën me durrët e tij me Ismailin alayhis salam, dhe që ka dëshmu sa herë imanin e tij dhe tauhidin e tij ndaj Allahut të lartësuar, po e bën këtë lutje. Sa herë në mbrëmje ditës, sa herë në mbrëmje javës, e lutim Allahun që Allah më na ruaj neve nga shirku i madh, nga shirku i vogël, më na ruaj nga nifaki, më na forcoj imanin në zemrat tona.
Ndërkohë që Allahu i lartësuar po na tregon që ky ka qenë kujdesi i pejgamberëve. Pastaj Ibrahimi thot: "Innahunna adlalna kathiran minan nas." Idhujt, shirku, shumicën e njerëzve ka përfshi. Jem deviju shumica e njerëzve. Nëse një smuje i ka përfshi komplet njerëzit, çka duhet me pas kujdes? Ma shumë ama pak. Ma shumë, logjikisht duhet me pas kujdes ma shumë. A keni pa korona kur hap koha pandemisë? Gjithë secili vinesër. U kujdesshim na shtatë prej prindërve tanë, prej fëmijëve tanë, se mos po na nxjesin apo po ja u nxjesim atë virus. Ndaj le të kemi kujdes në momentin kur shumica e njerëzve janë të devijuar dhe shumica e njerëzve janë të përlyer me idhujtari, të kemi kujdes dhe të lutim Allahun të na ruaj. Ndërkohë Allah i lartësuar na ka përmend ar-rasikhun fil ilm, ata të thelluarit në dije. Allah i lartësuar në surën Al Imran na ka përmend lutjen e tyre. Nëse ata e kanë bërë dua, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Zoti jon, mos na i devijo zemrat tona pasi që na i ke uzu. Mos na i devijo zemrat tona pasi që na i ke uzu. Na mas këtyre dietarëve, a duhet me bëma pak dua më shumë? Do të bëjmë më shumë dua, me kemi ngul më shumë që Allah më na rrit imanin. Nga sa aty e kena shpëtimin, nga zjarri i xhenemit. E kush mundet me ndërruar zjarrin e xhenemit, Allahu na ruaj. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, më na tregu se çysh duhet me pas frikë nga devijimi, frikë nga idhujtaria, frikë nga shirku. E në anën tjetër më këmbgur mi forcu imanin dhe besimin në Allahun e lartësuar thot, badiru bil a'mali fitanan ka qit'i al-layl al-muzlim. Shpejtojeni, nxitoni me veprat e mira para fitneve, para sprovave, sikur errësira e natës. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ngritet njeriu besimtar me sabah, ndërsa ngrys në akşam si jo besimtar. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Apo ngrys e zan akşamin si besimtar, ndërsa zgjohet si jo besimtar. Yabi'u dinahu bi aradi min ad-dunya. E shet fejen e tij për pak mall nga dunjaja. Allahu na ruajt, e na boft fejen dhe imanin ton si gjën më të çmueshme që e ruajm dhe na ruan Allahu i lartësuar. Pastaj, nëse e shohim, imani, akidia jon mësohet duke e njoftë të vërtetën dhe duke u përmbajt asaj, dhe në anën tjetër duke e njoftë të kotën dhe duke u shmangë prej saj, duke e njoftë tauhidin dhe duke e njoftë shirkun, duke e njoftë tauhidin duke e përfaqësu dhe duke e shtërngu fort, ndërka në anën tjetër duke e njoftë shirkun dhe duke qëndru larg. Kjo është ajo peshorja e besimtarit me të cilën i gjykon tjerat. Dhe këshilla e tretë është që këtë akide t'ja përcjellim të dashurve tanë, fëmijëve tanë dhe familjeve tona fillimisht. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Gjithë secili prej jush është përgjegjës, është çoban, është kujdestar për kopën e tij, për familjen e tij. Andaj, le të përgatitet gjithë secili prej nesh se do të përgjigjet tek Allahu i lartësuar se çysh ka qenë pozita e tij në familjen e tij dhe në kujdesin e tij në çështjet e akides. Ndërkohë që Nuhi alayhi salam i ka thënë birit të tij, wala takum min al-kafirin, dhe mos u bë jo besimtarve. Ibrahimi dhe Jakubi i kanë ndjedh fëmijët e tyre dhe i kanë thonë, ja bani, inna Allah astafa lakum ad-din, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah ju ka përgjithë fenë islame, mos vdesni ndryshe për vetë se duke qenë musliman. Pastaj Luqmani e ka këshilluar birin e vet dhe i thonë, ja bunay la tushrik billah. O birim, mos i bë idhujtari, mos i bë shirk Allahut të lartësuar. Inna shirka la dhulmun adhim. Me vërtet shirku është padrejtia më e madhe. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka këshilluar djalin e Axhës së tij, Ibn Abbasin, ja gulam, o djalosh, inni uallimuka kalimat, po ti mësoj disa fjalë, ihfazillah yahfaz. Ruaj Allahun, Allah të mëtoj. Ihfazillah tajidhu tujahak. Ruaj Allahun, do ta kesh pranë. Kur ti lëpesh për Allahut, kur të kërkosh mbrojtje, kërko mbrojtje vetëm për Allahut, deri në fund të hadithit. Dhe këshilla tjetër e fundit është që të kthehemi me përgjërim dhe me këmbgulje me zemër të përulur tek Allahu i lartësuar, që të na ruaj Allahu udhëzimin ton dhe imanin ton dhe akiden ton. Nga se Allah thot, inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab. Allah i lartësuar e devijon këtë doj, e lën e devijim këtë don, e çon në devijim këtë don. Allahu nuk bën padrejti, po Allahu me urtësinë e tij e lën e devijim këtë doj. Dhe e udhëzon atë që kthehet tek ai. Dhe udhëzon atë që kthehet tek ai. Që kthehet me pendim, që kthehet me këmbgulje, me sinqeritet, me vërtetësi, që e kërkon udhëzimin e Allahut të lartësuar. Dhe Allahu i lartësuar e tregon për Ibrahimin alayhis salam, thot inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Unë po shkoj tek Zoti im, ai do të më udhëzon.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Kjo është lutja e rasikhun fil ilm, të thelluarit në dije, dhe lutja më e shpeshtë e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, si transmeton Aisha Anesi, disa sahabë të tjerë thonë, ka qenë Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik, o rrotulluesi zemrave, forcoje zemrën time në fen tënde. Lutim Allahun të na bëjë dobi nga kjo çfarë të dëgjuam dhe të na letoj shpjegimin e këtij kursi, këtë lande, dhe të na bëjë dobi nga shpjegimi i kësaj. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.